si media, si gazetar, në syri televizion e kemi denoncuar pothuajse çdo javë situatën me pastrimin e kanaleve në qytetin e Durrësit. Nuk ka, Durrësi është specifik, unë thash në fillim, për shkak të nivelit shumë të afërt të tokës me detin, dhe sidomos zona e Shkënedhës, është bërë një sistem bonifikimi kanalesh, kullimi i tillë që Durrësi të shmang maksimalisht problemet me ujin. Dhe çfarë ka ndodhur? Ne kemi parë për shembull që ish zyrtarë të lartë, që i kemi denoncuar gjithashtu në emisionin Plug, ish zyrtarë të lartë, edhe këta të afërt me Belinda Ballukun, kanë ndërtuar dhe sipas banorëve kanë bllokuar kanalet e ujrave të larta që bëjnë kullimin e ujrave. Kemi parë që sot në qytetin e Durrësit që ne flasim, janë metra linear, qindra metra, ndoshta kilometra të tërë kanalesh të ujrave të larta, të cilat kanë vite pa u pastruar. Janë të bllokuar qoftë nga mbetje urbane, qoftë nga mbetje inerte dhe qoftë nga shkurre të cilat e pengojnë qarkullimin e lirshëm të ujit dhe normalisht sjellin për pasojë edhe për mbytjen. Pra, ndikon dhe kjo që janë mbuluar edhe me beton dhe është futur një tubë aty, ishte një pamje që shkonte droni dhe ishte një kanal i madh me ujë dhe pastaj ishte një tubë atje në fund dhe gjithë ky ujë kanali duhet të futet nga tubi. Ai është një nga rastet më flagrante, banorët kanë protestuar për atë kanal në atë zonë, pra në sektorin e Rinia ku është ndërtuar biznesi i zotërisë në fjalë, ish drejtorit OSHS Plator Muhameti, Mehmeti, m'fali, është një nga rastet më flagrante denoncuar nga banorët. Është një kanal që sipas banorëve ka një, po themi, një kuror të tij rreth 4 metër gjerësi. Po. Kurora e kanalit është 4 metër gjerësi. Dhe po ta shihni me kujdes tek pamjet që kemi transmetuar dhe që janë denoncuar nga banorët, është vendosur një tombino në disa qindra metra linear që ka bllokuar totalisht kanalin, që nuk i kalon rreth 1 metër diametër. Pra, edhe imagjinoni që se çfarë presioni ujit duhet përballojë ajo dhe në momentin që atë kanal për 4 metrash e ke bllokuar, atëherë pasojat janë ato që ndodhen. Në atë zonë janë dëmtuar shumë biznese në fushën e mobilerisë, biznese fasone, tjerë apartamente, shtëpi. Por ne kemi parë për shembull raste në rrugën Azem Hajdari, nëse zgabohem, është një nga rastet flagrante, ka shkuar disa herë kryeministri Rama, kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa Emiriana Sako, kanë bërë inaugurime punimesh për një rrugë e cila ka të paktën 3 vjet që ka nisur dhe ende nuk ka përfunduar. Dhe së bashku me rehabilitimin e rrugës, supozoj që do të bëjë dhe rehabilitimi i kanalit, që është një nga kanalet më të mëdha të Durrësit për sa i përket kullimit dhe qarkullimit të ujrave në atë zonë. Dhe prej 3 vitesh, ai kanal bëhet gjithashtu shkak për përmbytjen e zonës. Banorët në atë zonë kanë psuar gjithashtu dëmet mëdha. Pra, kemi të bëjmë me një aferë të pastër